Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. لو حاسس انت صحبتك هم السبب في من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد. Allahun Azza wa Jall e falenderojna për begatin më të madhe që na ka begatu, na ka bërë pasues të dinit islam, na ka bërë idhtar të fesë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Allahun Dhul Jalal e falenderojna për të mirat e tij të panumërta, të cilat i shohim dhe nuk i shohim, të cilat i dim dhe nuk i dim. E lusim Allahun Dhul Jalal që të mirat e tij vetëm të na i shton dhe mos të na privon apo mos të na largon prej tyre për shkak të gjunaheve, të metave, mëkateve tona. Allah ju shpërbleft për ftesën duke falendëruar dhe duke lutë Allahun Azza wa Jall që ta shpërblen spari hoxhën ton dhe hoxhën tuaj Sheikh Hadithin dhe të gjithë hoxhallarët në këtë vend, të cilët na kanë nderuar që na sonte më kanë para jush, po mundona me thonë sinqerisht, musafiri juaj sonte në këtë vend nuk është ardhur më ju tregu diçka më mirë apo më bukur se sa hoxhallarët tuaj, mirë po thjesht i jam ardhur më ju vizitu për hir të Allahut Azza wa Jall, që inshallah kjo vizit vetëm e shton dashurinë, miqësinë edhe vllazërinë ton. Allah i shpërbleft të gjithëve që keni gjetë kohë dhe na keni shoqëruar në këtë vend. Allahu inshallah ju nderon ashtu siç na keni nderuar. Temën të cilën e kena përgatitur sonte ashtu siç ka qenë edhe e paralajmëruar, imani së pari apo imani para obligimeve. Transmetohet nga Aisha, nana e besimtarëve, Allahu qoftë i kënaqur me ta. Thot pejgamberit alayhis salam, Allahu Azza wa Jall shpalljet e para kur ja ka shpall, apo kaptinët apo surët e para kur i ka shpall, kanë qenë kaptina surë të shkurtëra. Në ta është cek xheneti edhe xhehenemi, përderisa njerëzit ju kanë nështruar Allahut Azza wa Jall, ju kanë nështruar fesë Allahut subhanahu wa taala, atëherë thot ka zbrit ajo e cila është e ndaluar dhe ajo e cila është e lejume. Thot e kujtoj, kam qenë vajzë e vogël duke lozur, i ka zbrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ky ajet që është prej surës El-Qamar, beli sa'atu maw'iduhum, kiameti është afati për ta, edhe kiameti për ta është më i vështirë dhe është më i hidhur, dhe më thonë për mushrikët që nuk e pranojshin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe thot nuk ka zbrit suratul Baqara dhe suratul Nisa vetëm se në Medine, ku këto dy sure i jenë prej kaptinave të gjata të Koranit që shumë përmbajnë prej dispozitave të Allahut Azza wa Jall ndalesave dhe urdhëresave. Transmetohet nga Gjundub ibn Abdillah, Allah qoftë i kënaqur me ta, thot kemi qenë djelmosha të ri, kemi qenë djelmosha të fort, thot e kemi mësu imanin para se me mësue Kuranin. Pastaj me mësimin e imanit, duke lexu Kuranin, na u ka shtue imani. Dhe këtë që po e themi, e përforcon edhe fjala e Abdullah ibn Omerit,
Allahu qoftë i kënaqur me ta, i cili thot: kemi jetu me një periudhë kohore ku disa prej neve i është dhënë imani, e ka mësua imanin mirë. Edhe e ka ditë në Kur'an se ko është e ndalume dhe ko është e lejume. E ka ditë se ku duhet më ndalë dhe cilla është e qërtume, përkundër disa njerëzve të cilët e kanë lexu Kur'anin prej fillimit deri në mbarim duke bo hatme, sikur se sot plot kemi ashtu, edhe me zonë të bukur, nuk e kanë ditë se çka është halal, nuk e kanë ditë se çka është haram, nuk e kanë ditë se ku do të mundal, dhe nuk e kanë ditë se e cila është e qërtume e kështu më radh. Kretë këto argumente neve na bëjnë me dije se çfarë rëndësie ka mësimi i imanit para se me fillue me vepra. Pra e kemi obligim sicili prej neve që t'i kthehemi prioriteteve. E prioriteti më i madh është imani, besimi në Allahun Azza wa Jall, sa ma shumë me zonë vend, muzmadhuen zemrat tona, që esenca e mendimit, e idejës dhe veprave tona, gjithëherë me qenë me iman, besim në Allahun Azza wa Jall. Kur folme në këtë tematik, nuk duhet t'i lojmë pas dore edhe ana tjera, vepra tjera të islamit. Mirë, po gjithëherë, fokusimin e mendjes tonë, drejtimin e mendjes tonë e vetës tonë, gjithëherë duhet ta drejtojmë me iman, për shkak se kur imanin e kemi në zemrat tona, atëherë kam na lehtësu Allahu Azza wa Jall edhe kryerjen e obligimeve tjera, si edhe largimin nga dalesat, dhe Allah Azza wa Jall kam na quë bereqet në veprat të cilat i veprojmë. Thot Allah Azza wa Jall: edhe ai i cili i madhëron dispozitat e Allahut Azza wa Jall, kjo është shenjë e zemrës së devotshme. Pra aq sa e ke madhësinë e imanit, vendosjen e imanit në zemër, aq edhe kimi madhërue dispozitat e Allahut subhanahu wa taala. Dëgjoni se çka thot Allah Azza wa Jall në surën Tauba. Thot ata të cilët e kanë besuar Allahun Azza wa Jall, edhe ditën e fundit nuk vin të ti o pejgamber për të kërku leje që mos me dal me luftue me pasurin e tyre dhe veten e tyre. Allah Azza wa Jall i din shumë mirë se kush janë të devotshëm. Pra besimin Allahun Azza wa Jall dhe në ditën e fundit, imanin që e kishin të zgjeruar në zemrat e tyre, shokët e pejgamberit alayhis salam, nuk shkuan te pejgamberi alayhis salam sikur se munafiqët, hipokritët, diftirshët duke kërkuar leje prej pejgamberit alayhis salam kur ishte koha e luftës, më na dhon neve arsetim për shkak se s'kena mundësi me mor pjesë në luftë. Pse? Se nuk kishin iman, ishin të lohatshëm, Allah na rujt, ndërsa tek ata që kishte depërtu thell imanin në zemrat e tyre, nuk kishte nevojë që ata me shku me kërku leje të pejgamberi alayhis salam, a me shku në luft apo mos me shku. Kjo pra na ban me dije një argument se çfarë rëndësie ka mësimi i imanit. Tash inshallah do t'i cekim disa shembuj të imanit në vepër. Të gjithë e dim dhe kena lexuar se çfarë vështirësi kanë pas shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Mekke, periudhën kur i thirrte Muhamedi alayhis salam me besu Allahun Azza wa Jall në fe të pastërt, i bojkotun, i dëbun, edhe fillun edhe me mbyt, me gjithë atë nuk u dërzun. Çka thot Allah Azza wa Jall për ta? Wa minan nasi man yashtari nafsahu wa minan nasi man yashtari nafsahu bitigha mardatillah wallahu raufun bil ibad. Edhe kishte prej njerëzve të cilët e flijun veten e tyre për hir të Allahut Azza wa Jall. Një prej tyre ishte Suhejb ar-Rumi. Pasi që e pranoi Islamin, se nuk ishte musliman, nga imani i thellë që e kishte në zemrën e tij, unë tha du me shkue në migrim të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, me kasit, mushrikët e Mekës nuk e lejun. Tha ki artena,
i varfër, edhe u pasurove me pasuni, edhe tash po dën me shku në Medinë, kur se si s'ka mundësi. Thanë qofë se unë të gjithë pasurin që e kam, ja u lojnë juve, am lejoni me shku të pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, atëherë pranun. Qovë se tha pasurin në ile, nuk ka problem, shko udhëto. Pra shiko, se qëfar besimi ka pas në Allahun azza wa jall dhe imani i thellë që e ka pas në zemrën e tij, e ka bërë që me lanë shtëpinë e tij, me lanë pasurinë e tij edhe me shku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sa i përket ensarëve, banorëve të Medinës, Allahu azza wa jall na tregon shumë vende për ta. Thot Allah azza wa jall: "Walladhina tabawwa'u ad-dara wal iman", dhe ata të cilët e kishin përgatit vendin, Medinën dhe e kishin besuar Allahun azza wa jall. Si dietarët kur flasin për banorët e Medinës, për ensarët, thot e dini se si e kanë pas imanin ata, sikur se ata janë fut në iman, e jo imani më fut tek ata. Pra kjo ka dallim të madh, sikur se ata janë në fut në brendësinë e imanit, e jo imani më fut tek ta. Pra imani ishte përzi edhe me gjakun e tyre, edhe me mishin e tyre, sa që atë shumë që garojshin për mi prit muhaxherët, muslimanët që vishin prej Mekke, sa që disa fillun edhe me qitë short, se ki do t'vjen të one, ki do t'vjen të one, atë shumë si dullën në mikpritje për banorët, për muslimanët e Mekkës. Thot Allah azza wa jall, ajetin që e citum pak më lartë, kur tregon për cilësitë e ensarëve. Thot dhe ata të cilët e përgatitën vendin e tyre, do më thonë Medinën, dhe e besuan Allahun azza wa jall para tyre, se plot prej banorëve të Medinës, prej ensarëve, e kishin besuar Allahun azza wa jall më herët se sa disa muslimanë që ishin në Mekke. Vazhdon Allah azza wa jall duke tregu cilësitë e tyre, thot i dojnë ata të cilët emigrojnë tek ata, pra banorët e Mekkës, dhe nuk ndin veten e tyre ndonjë nevojë për xhelozi apo zilin nga ajo që i jepej muhaxherëve, emigruesve. Ata i japin përparësi atyre para vetës së tyre, e kush ka kujdes prej lakmisë së vetës së tij, ai do të shpoton. Imam Qurtubi, Allah qoftë i kënaqur me ta, kur e komenton këtë ajet, thot Muhamedi alayhis salam kur e fitoi betejën e fisit Beni Nadir, edhe pse fisi Beni Nadir ishte për jehudive, u dorëzuan pa luftë, dhe Muhamedi alayhis salam pasurinë e tyre e mor plaçkën e luftës pa luftë, e rrethun atë fis që ata ikën në Medinë për shkak se prishën marrëveshjen që e kishin me pejgamberin alayhis salam, edhe kështu e rrethun, u dorëzuan dhe e morën pasurinë e tyre që ju ta konte me hak. Edhe ju tha Muhamedi alayhis salam banorëve të Medinës, ensarëve, ta pasurinë të cilën e kemi marrë plaçkën e luftës prej fisit Beni Nadir, qofse doni, tha po e ndajmë për gjysë. Gjysën e merrni ju, banorët të Medinës, ensarët, edhe gjysën e morën muhaxherët, edhe që ndrojnë prap në shtëpitë tuaja. Ose le ta morrin vetëm muhaxherët, emigruesit, edhe lirohen dalin prej shtëpive tuaja. Saad ibn Muadh dhe Saad ibn Ubade, që ishin dy prej udhëhecave të fisëve të Medinës, ndëgjoni se çka i thanë pejgamberi selam, i thanë: "O i dërguari i Allahut, të gjithë pasurinë kanë me morë ata dhe kanë me qëndru në shtëpijat tona." Kush e bëri kët? Imani i thellë, gjerësia e imanit që e kishin në zemrën e tyre. Atëherë çka tha Muhamedi alayhis salam? Tha: "O Zot, mëshiroj ensarët edhe bijt e ensarëve." Dhe muhaxherët thanë: "Jemi të kënaqur me ata që thojnë ensarët." Shembull tjetër transmeton Imam Muslimi nga Ebi Hurajre, Allah qoftë i kënaqur me ta. Thotë është një njeri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thonë: "O i dërguari i Allahut, unë kam nevojë për strehim, kam nevojë për ushqim." Muhamedi alayhis salam e çoi dikan në shtëpinë e vet dhe tha: "Shiko, a ka ushqim?" Pasi që u kthi ai dërguari, tha i dërguari i Allahut: "Nuk kishte vetëm se ujë. Wallahi nëse tash
i shikojmë shtëpijat tona, ndoshta ushqim ka tepër me mos. Ndërsa shtëpinë e Muhamedit a.s. vetëm ujë ka ndodhur që ka pas ndonjëherë. Atëherë tha Muhamedi a.s. kush po e merr këtë njeri me strehur në shtëpi? U qun njëri prej ensarëve dhe tha, unë i dërguari i Allahut, e mur në shtëpinë e vet, edhe shkoj në mbrëmje dhe po i thot grujës, a ka diçka ushqim që t'i jap me musafirit? Gruaja po i thot këtij sahabiju, këtij ensariu, tha nuk ka vetëm sa ushqimi i fëmijëve. Merri tha fëmijët edhe mashtroj. Kur të vjen koha e darkës, ja qes me musafirit bukën para, edhe kur ajt fillon me ngran ta shtrin dorën, shko edhe shuke kandilin, lampën, në mënyrë që mos të ngushtohet dhe mos na heton që s'kena ushqim shumë, që na të bëhemi çtiremi sikur jemi tu, ngran realitet nuk ngrojmë derisa ai të ngopet, edhe kështu i afruan ushqimin. Kur filloi me ngran, u çu gruaja vet e shuki kandilin, lampën, edhe musafiri hangër derisa u ngop. Të nesërmën shkuan te pejgamberi alayhis salam, kur e pa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam këtë sahabi, tha Allahu azza wa jall është çudit me veprën tuaj që e keni bë pra me musafirin tuaj. Apo do kënaqësi më të madhe kur Allahu azza wa jall çuditet me një vepër që e bën për hir të Allahut azza wa jall. Shembull tjetër të imanit, kur imani është i gjerë, është i thellë në zemrat tona, e kemi një motër, një grua muslimane e cila e ka pranuar Islamin në Mekke. Kohën e jahilietit, kur ishte mushrike, ishte politeiste, i vdiq vëllai vet që e kishte nga baba. Edhe aq shumë që u mërzit, sa që dashti edhe me mbit vetën e saj. Aq shumë pi mërzis. Mirë po pasi që e pranoi Islamin, bëri emigrim në luftën e Qadisijës, luftë që ka marrë pjesë, që ka qenë mes muslimanëve edhe persianëve nën komandën e Sa'd ibn Abi Waqqasit. Edhe një natë para betejës i mur biteve të 4 dhe ju tha: o bitemi, Islamin e keni pranuar me dëshirë. Babën tuaj kur nuk e kam tradhtu, dajën tuaj kur nuk e kam turpru. Ju jeni fëmijët e një babe dhe fëmijët e një nane. Origjinën tuaj nuk e kam ndryshu. Nderin tim e kam rujt. Nesër keni me dal para armikut, edhe kur dilni mos unë pështroni, forcohoni, luftoni deri sa të vdesnin rrugën e Allahut azza wa jall. Edhe i citoj disa ajete të Kuranit që Allah azza wa jall nxit muslimanët për luftë në rrugën e tij, dhe të nesërmën 4 bit e saj shkuan në luftë dhe pas betejës erdh ushtria u kthi dhe u lajmëruan se të 4 fëmijët e saj kanë vdek, kanë ra shahid. Çka tha? Elhamdulillah që Allah azza wa jall më kanë nderuar me vdekjen e tyre dhe shpresoj që unë inshallah do të takona në xhenet bashkë me ta. Pra shikoni se si e kanë ndryshu imani. Kohën e jahilietit, para se me qenë muslimane, vetëm një rast vdekje që i ndodhi, dashti vetën e saj me mbit. Ndërsa pasi që o bo muslimane, kur imani depërtoj në zemrën e saj, zuri vend në zemrën e saj, 4 bit i flijoj, edhe nuk u mërzit, edhe shpreson sa më shpejt takohet me Allahun azza wa jall. Një shembull tjetër që është shumë interesant, transmeton Imam Muslimi një rrëfim të shkurt. Ka ardhur një njeri te pejgamberi alayhis salam, i cili në atë kohë kur ka ardhur nuk ka qenë besimtar. Muhamedi alayhis salam thot prej ndershmërisë që e ka pas pejgamberi salam, pos që i ka prit njerëzit mirë edhe i ka ushqej. Thot ja mjelni një të mjel me të delës edhe e pin. Shembull një gotë apo më shumë. Thot ja mjelni edhe një, deri sa i pish 7 të mjel me të delës. Atë natë dënë Allah azza wa jall edhe e pranon ky njeri Islamin. Bëhet musliman. Të nesërmën, pejgamberi salam pasi që është bëu musliman,
thët jam jelni një mjelme të delës, e merr edhe pin, në atë kohë qumshti ka qenë maj i vlefshëm, thët jam jelni edhe një, tenton me pi nuk mundët, thët apo e shini, dje sa ishte qafir, pa besimtar, 7 mjel me piti, ndërsa sot nuk po ka mundësi vetëm një, kush e bëri këtë me ndryshu? Imani, besimi në Allahun Azza wa Jall, apo e sheni pra edhe trupin, besimi e Allahut Azza wa Jall, besimi në Allahun Azza wa Jall i janë ndryshoi këtij njeriu që pak para kohë, para një nate, i pyti 7 mjelme, ndërsa të nërësme nuk ishte mundësi asnjë, unë ngop miniherë për shkak se thot Muhamedi selam, pa besimtari aq shumë si është i kujdesshëm pas kësaj bote, ai me 7 zorë ha. Ndërsa besimtari ha vetëm me një zorë, pra shiko çish ndryshoi pasi që e pranoi dinin, e pranoi fenë e Allahut Azza wa Jall. Në për me ditë imanin më mirë, me kuptu më mirë dhe çfarë rëndësie ka imani spari, që të jetë i fortë dhe i thellë në zemrat tona, kthehemi pak të shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ju e dini se kush kanë qenë arabët. Ju e dini se çfarë jahilieti, çfarë ignorancë kanë qenë. Ku thot Allah azza wa jall, "Wa'tasimu bihablillahi jami'a." Kapuni për litarin e Allahut azza wa jall, për Kur'an edhe për Sunet, dhe kjo mësim për të gjithë besimtarët, dhe nuk kanë mundësi muslimanët mi zgjedh problemet e tyre, përderisa nuk kapën për litarin e Allahut azza wa jall, për Kur'an edhe për Sunetin e pejgamberit alayhis salam, wala tafarraqu, dhe mos u përçani, për kujtone gjendjen tuaj kur ju ishit armiq të njëri tjetrit, pra ishin armiq të njëri tjetrit, edhe në gjahiljet kemi qenë armiq të njëri tjetrit, edhe gjithherë duhet më mundu simptomet e gjahiljetit mi largu prej vetës tonë, pra për kujtoni kur ishi armiq e njëri tjetrit, fa'alafa bayna qulubikum, dhe Allah azza wa jall i bashkoi zemrat tuaja dhe u bat me nimetin e Allahut azza wa jall vëllezër. Pra besimin Allahun azza wa jall i bashkoi zemrat e muslimanëve. Sa do kudo njerëzit me qenë të përçam, pa marrë parasysh çfarë komësie kanë, çfarë race kanë, ku jetojnë, kur ta pranojnë dinin e Allahut azza wa jall, kur depërton imani thellë në zemrat e tyre, ati nuk duhet me pas mos pajtime, nuk duhet me pas përçamje, po gjithherë duhet me bashkue zemrat e tyre, me bashkue safin e tyre një, ashtu sikur se e kanë bashku shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Inshallah tash po e bina një shembull, një ajet Kuranit ku thot Allah azza wa jall në surën Ibrahim, na tregon se çfarë do bie ka imani, ka fjala la ilaha illallah. Thot Allah azza wa jall, a nuk e ki kuptu se si Allahu azza wa jall shembullin e fjalës së mirë, do me thonë imanit, dësmisë së shahadetit, e ka pru me pemën e mirë, e cila rënjet i ka thellë në tokë. Kjo fjala e dini kush është? Është besimi në Allahun azza wa jall, ndërsa degët i ka lart në qiell, dhe me vullnetin e Allahut azza wa jall për çdo kohë e jep frutin e vet. Këto janë shembujt e Allahut azza wa jall që i bjen për ata të cilët dojnë me kuptu. E shembulli i fjalës së keqe apo imanit të dopt është sikur se ajo pema që është e shkullur, edhe nuk ka forcë, është e pa forcume, por gjithherë le të jetë në kujtesën tonë, mendjen tonë fjala e Allahut azza wa jall, sikur se kjo pemë e cila rënjet i ka thellë në tokë, pra imani duhet të jetë thellë në zemrat tona, të ngjitet në zemrat tona, të ngjitet, të bashkohet me trupin ton, të bashkohet me gjakin ton, për shkak se sa më shumë të jetë imani i vendos në zemrat tona, edhe degët kam i pas lart në tokë, përmi tokë, dhe gjithherë kam e dhonë frutet të mira. Po përderisa imani
është i thellë në zemrat tona, është i fort në zemrat tona, besimtari nuk ka mu luhat, nuk ka me qenë i luhatshëm, i lëkundër kur në imanin e tij, në besimin e tij, përderisa besimtari e ka imanin e thellë në zemrën e tij, ai gjithherë ka me qenë i kujdesshëm ndaj namazit të Allahut Azza wa Jall. Përderisa besimtari e ka imanin e thellë në zemrën e tij, gjithherë ka me qenë i kujdesshëm në zakatin. Përderisa besimtari e ka gjërsinë e imanit të madh në zemrën e tij, ka me qenë i kujdesshëm ndaj agjerimit, ka me qenë i kujdesshëm ndaj haxhit, ka me qenë i kujdesshëm ndaj Kuranit, fjalës Allahut Azza wa Jall, ka me qenë i kujdesshëm ndaj prindërve të tij, ndaj vëllezërve të tij, ka me qenë i kujdesshëm ndaj shikimit të tij, ndaj fjalëve të tij, ndaj mendimit të tij, ndaj dëgjimit të tij, e kështu me radhë, në të gjitha anët, në të gjitha fushat, ka me qenë i kujdesshëm përderisa e ka thellë të ngulitur imanin në zemrën e tij, sikur se kjo pemë që e ka pru Allahu Azza wa Jall është e fort në tokë dhe degët i ka lartë dhe gjithherë bie fruta të dobishme, bie fruta të mirë. Disa të parë tonë kanë thënë, Ebu Bekri nuk ja u ka shku juve me shumë namaznate, as nuk ja u ka shku juve me shumë agjerim nafile. Subhanallah, sot ka njerëzi që ndoshta falin namaz nafile më shumë se sa Ebu Bekri. Ka njerëzit të cilët sot agjerojnë namaz, agjerim nafile më shumë se sa Ebu Bekri. Mirë po thot ai ka qenë më i mirë se ju. Pse ka qenë më i mirë se ju? Me atë që është ngulit në zemrën e tij. Imanin që e ka pas në zemrën e tij, me atë ja u ka shkue Ebu Bekri, që çdo sen kur ka thonë Allahu Azza wa Jall, ai e ka respektu dhe nuk i ka rrojë prap. Inshallah Allahu Azza wa Jall na mundson më kom prej atyreve që prioritet gjithherë e kemi imanin, e kemi besimin në Allahun Azza wa Jall. E kur na prioritet e kemi imanin të vendos në zemrat tona, thellë në brendësinë e zemrave tona, Allahu Azza wa Jall ka me na qu bereqet në veprat tona dhe ka me na i lehtësue kryerjen e obligimeve të Allahut Azza wa Jall dhe ka me na lehtësue largimin prej ndalesave të Allahut Azza wa Jall. Me kaq në pika të shkurtura, Allahu ju shpërbleft. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم.